gjithë ata që vuan kujen për integrimin dhe për antarësimin në Bashkimin Evropian që na qënge kaq afër, keni parasysh, janë po ata të cilët deri në këtë moment predikonin ditë-natë se integrimi dhe antarësimi ishin shumë larg. Se integrimi dhe antarësimi ishin një ëndër që unë e shisja për shqiptarët, por që se besoja as vetë. Se ne kur nuk do antarësoheshim në Bashkimin Evropian dhe pa pritur në të gjitha tenxheret u ngritën përpjet kapakët sepse ëndra u prish në çastin e fundit. Këta janë në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak,